Izraelin. Pse? Në rreth parë ka një dobësim dhe është e pashmangshme dhe pa do thoshja e qartë një dobësim të Iranit nga aktiviteti luftarak i këtyre dytve. Ka një goditje të atij që është programi bërthamor i Iranit dhe e nesër një doselli me patjetër një marrëveshje në për atë që është kuadri bërthamor i Iranit, që do më shohet që mos të ketë një të tillë, dhe Izraeli sigurisht nga ana tjetër ka arritur gjatë gjithë kësaj periudhe, edhe të mëparshme apo edhe të tanishme, të ketë një marrëdhënie preferenciale me vendet arabike, ku nuk ka qenë më përpara një e tillë, dhe nën presionin apo nën ato që janë direktivat politike apo dhe të interesave të drejt për drejt atë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në rajon, kanë shkuar për një lidhje apo një marrëveshje të këtyre vendeve me Izraelin. Këtu pakti apo ajo që është do thoshja unë marrëveshje abrahamike është thelbi i marrëveshjeve apo i marrëdhënieve të vendeve arabike me Izraelin, të direktuara dhe të drejtuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe shohim përveç këtyre dhe aktor të cilët nëse edhe ju e përmendët, më shumë goditje Izraelit në të njëjtën kohë ka goditur Iranin, sa që ka goditur dhe Libanin, Hezbollahun si proksi të Iranit në rajon. Dhe shohim që ka një ndërhyrje brenda territoreve të shteteve sovrane, dhe nga ana tjetër ka dhe një spastrim, do thoshja unë, jo vetëm gjatë kësaj periudhe, po gjatë një periudhe 2 vjeçare që Izraeli është në një konflikt të vazhdueshëm me organizata siç është Hezbollahu, Houthi apo edhe Hamasi, për të krijuar një zonë sigurie në rreth tij. Dhe përveç kësaj ka dhe diçka tjetër e cila sigurisht pati një diskutim në atë që mundësinë e angazhimit të kurdëve dhe të përfshirjes së tyre në këtë luftë, duke patur parasysh nga ana tjetër që edhe vetë Irani etnikisht është me etnitete, me disa etnitete brenda tij, dhe një prej tyre mund të ishin kurdët të cilët mund të përfshiheshin në një konflikt të drejt për drejt me regjimin, por nuk ka me sa shihet nuk ka një përfshirje të tyre, apo një mosdakordsi prej tyre për të përfshirë në konflikt. Edhe kjo duke patur parasysh nëse do kishte një ndërhyrje të tyre për krijimin, ndoshta krijimi ose fjala shtet është e madhe, por krijimi një autoriteti administrativ i përbashkët kurd do përfshinte territore dhe rajone nga shtete ekzistuese, siç është Siria, siç është Iraku, siç është Libani sigurisht, edhe pse jo edhe një pjesë të Iranit. Kështu që në ato që janë interesat, do thoshja unë, nga kjo luftë, më shumë shoh Izraelin për që të ketë arritur objektivat e tij, se sa dhe vetë në thelb Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe pse sigurisht kanë interesa të drejt për drejta, por janë më shumë do thoshja unë, në mbështetje të atij që është aleati kryesor në rajon, që është Izraeli, dhe nga ana tjetër ka dhe një aspekt tjetër ku burimet energjetike, edhe pse përmenden pak në ato që është diskutimet e deri tanishme apo qëllimet e luftës, sigurisht edhe burimet energjetike të Iranit janë një pjesë e rëndësishme ndoshta edhe e negociatave të ditës së nesërme, duke patur akoma më shumë në vëmendje rolin e Iranit, furnizimin e Iranit kundrejt kryesisht Kinës, është në mos furnitori kryesor i Kinës me burime energjetike, me gaz dhe naftë, dhe në këtë kontekst luhen disa skenar të cilat po zbatohen në brenda kësaj përplasje, një për të mbajtur deri diku larg Kinën, dhe e dyta në ato që janë studimet ndërkombëtare apo studimet rajonale apo edhe të sigurisë, zotrimi i asaj që është Euroazia është zotrimi i gjithë botës, thuaj një renko. Dhe në këtë rajon kemi konflikte të vazhdueshme gjatë kësaj periudhe, në veri
është lufta në Ukrainë. Në tashmë po shohim që në jug është pikërisht lufta në Iran. Në lindje të saj mund të ketë është problematika të cilat mund të lindin me ripozicionimin e atyre që janë fuqive rajonale, të cilat lidhen, do thoshja unë, edhe me zhvillime, si për shembull që për arsye të largësisë apo të mos interesit të drejt për drejt shpeshherë nuk përmenden, po ka pat një konflikt të shkurtër, por të rëndësishëm për pozicionimin siç është ndërmjet Pakistanit dhe Afganistanit, ka lëvizje të interesave ekonomik në porte të rëndësishëm brenda në Indi, dhe sigurisht nëse do ketë një zgjidhje të shpejtë. Unë besoj se do ketë një zgjidhje të shpejtë, dhe kur flas për zgjidhje të shpejtë në një afat 10 ditor apo 12 apo 2 javë. Pse besoni këtë? Nuk ka deklarata për këtë? Ka deklarata të tilla. Nëse do dëgjojmë, nëse do të shohim të paktën 2 ditët e fundit, ndoshta për 2-3 ditë. Jo. Nuk flasim për 2-3 ditë. Se dim që Trump foli për 4 deri në 5 javë. Po pikërisht. Po shumë janë ata të cilët thonë se do të zjasin 2 fishin e kësaj date. Konfliktet e fundit ndërkombëtare na kanë treguar që nuk janë kaq të shpejta ose të mbyllen kaq shpejt. Shohim të gjitha konfliktet në rajon. Lufta në Irak, lufta në Afganistan, lufta në Ukrainë, ka treguar që nuk janë lufta... Pra do të zjasë më shumë se 4-5 javë? Luftra të cilat mbarojnë shpejt. Madje janë zgjatur në vite. Në konfliktin në fjalë, nuk mundet që të zgjasi, apo nuk besoj se do zgjasi në koncepte të tilla, ndaj thash nuk do jenë të gjata. Por do jenë brenda atij planifikimi të cilin edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e deklaruan që në fillim. Një muaj, ndoshta pak më shumë, që nga fillimi i goditjeve. Pse? Se edhe